Ronaldo, ka nevoj për një përqafim, o Ronaldo. Një qunë që është bo vlla mrena shtëpis edhe jashtë shtëpis. Në të one, pare. A mundesh? A ke hapësirë? Sot dush, në mos me po se bëj për ty. Doli kush na kojna Oh, happy day Oh, happy Me Malin e kam filluar këtë raportin tonë këtu brenda tamam kështu duke vënë muzikën në qendër. Purple rain, oh yeah. Nëse kum gjetë një dost për jetë është Senaljo, e kam si vlashki këtë mrena. Unë kur kum him beku menu që kam gudzem. Kur ka orë Senaljo, Forsa. Duke po kejtë gollën e kem luaj. Gjenë ti me bo gol. Shumë fillon me goll, kejtë gollën e kem luaj. Hec. E shtill. Ashtu drejtje, perfekt. Shumë andjall, edhe pak një 3 hapa për mas, se shumë ofër je. E shtylla ke. Jam me fat shumë që kam njohur. Shok me cilin do ndajmë bashk edhe shumë aventura të tjera jashtë. si do që të shkoj loja, e di që s'kja me lonë me ndiku te ajo pjesa e dostave që jena. Je njëri mirë o plak, ke zemrën e mirë. Big Brother VIP5, Mal dhe Senaljo. Që duket që ko kanë gjetur një vllate të njëri tjetri, a, quna? Azralo. Hamo. Una ti ndaj më din. Ti më jep gol bre. Për herë të parë ke rastin me. Kena lujt penalla dhe më ka mujt. Po, Dorën zemrën ka mujt. Digjo, Senaljo, kush ka qenë? Donte me majtë syt lidh ky. Po, imagjino. Cili ka qenë momenti që, le themi, e kuptuat që bashkë do ju lidhte një miqësi që kalon për masat e lojës së Bigut? E di, Ledion, si në çdo miqësi që unë kam patur fatin jashtë përjetoj plot, pa diskutim miliona njerëz tani që dëgjojnë këtë gjë janë ndier një lloj. Si çdo miqësi e mirë që ka lindur në jetën time, nuk ka patur një moment që e definon. Por unë them gjithmonë këtë, që njerëzit nuk i bashkon domosdoshmërisht mënyra se si mendojmë, ka plot gjëra që unë dhe Mali mendojmë ndryshe, po i bashkon mënyra se si ndihen apo ndjejnë në momente kur pesha të mëdha të jetës vijnë mbi ta. Dhe besoj që mes meje dhe Malit, ajo që e ka bërë këtë miqësinë të funksionojë, është më shumë se sa vetë njohja jonë brenda Big Brotherit. Është edhe historia nga e cila vim, është edhe mënyra se si jemi rritur, ai nga një grua, unë nga një grua që i puth të dyja shumë fort tani dhe i çoj përqafime nga këtu ku jam. Mali për ty? Më fani? Mali për ty tash nuk foli, pak lava pak foli. Në më thashë kur thati çova ty përqafimet, si kom qurë ty? Jo, Stenaljo, le. Ja filloj. Është dizajn interesant me Stenaljon, se i kena do mendime ndryshme ka njerë, edhe debatojnë, apo jo, te une se ki drejt kështu, une kom drejt, ti nuk e ki drejt, në fund thot Stenaljo, hajt tash përqafëm. Se lojnë na mu prirë që ai debat që e kena pos. I kena do mendime ndryshme, kena shumë mendime që i kena të njejta, po seni ma që na mon bashkë është, i kena energjinë e njejt, e kena një historie bajagit që është e njejt, që shëta Stenaljo, i nga rrit prej 2 grave shumë të forta, që edhe unë e të njëtën sem për thëmë që i përqafoj të dyja. Unë e po ta knajtësin me taku nonën e Stenaljos. Shpresoj që Stenaljo ka me taku në i ditë nonën tem. Të bitë që dhëtë, ferë dhëtë. Stenaljo, qa vlerëson më shumë të Mali? Cili është i pari që ja reputon si më të bukurin që ka? Shiko, Mali është lloji personit që
të mirat i ka me tepric, ai shumë sa që kalojnë ndonjëherë dhe tamam me tepric. Është çështje zemre gjithmonë. Çështje zemre. Djalë me zemër shumë të mirë, është ajo zemra e mirë që ka, që e bën të ketë dhe një karakter nga një herë jo të qëndrueshëm, po të pamundur për të shkundur e për të lëvizur, edhe kur duhet. Dhe kjo është ajo që unë me Mali nga njëherë edhe debatoj me njëri tjetrit. Po në thelbë është i gjithë personi që ka fakti që brenda një shtëpie të tillë Mali ka kurajon të ruaj fytyrën, unë e gjej shumë impresionuese, shumë të veçantë dhe me vërtet të bukur, se nuk është e lehtë. Këtu brenda si në çdo show nga njerë është më e kollajti, është i lëkundur, të lëvizësh, të shkosh nga frinera, të vish këtej, të ikësh me tan. Mali të se ka bërë kurrë, edhe për mua kjo është shumë domethënëse. Është domethënë se brenda shtëpisë Big Brother, ju falenderoj. Mal, po për ty cila është gjëja që vlerëson më shumë të Stenaldo? Ja thash një sen klip, edhe ma pet. Para se me ku menu që kam guxim nëse e bëj këtë hapër me hi këtu mrena. Po në momentin që ka orë Stenaldo e kum po që ky e ka një guxim krejt tjetër nivel, jo veç prej me, po dhe krejt i banorëve tjerë. Që që admiron guximin, do më. Edhe është një person shumë i guximshëm, edhe respektoj në ekstrem shumë si person. Edhe kjo është një pijgjonave që ka pëlqyer mos shumë të Stenaldo. E kum respektu prej fillimit edhe më ka inspiru, jo veç mu, po besoj i ka inspiru dhe shumë njerëz tjerë që me u ballafaqu me sfida të ndryshme. Mali, a ka diçka që për shkak të afrimitetit që ke me Stenaldon, që ti e di dhe banorët e tjerë nuk e din? Diçka që këta tjerë nuk e din? Po. Që vetëm ne dy e dim? Po, që të me dhëmë ti e di, se ta ka thënë Stenaldo, po të tjerët nuk e din. Ka një gjë? Po shumë gjona. Ha, një për shembull. Diçka shumë sekrete? E po tashi. Tho nuk baj mund që e kam thënë, se s'kemi lënë gjë pa thënë me njëri tjetër, me thënë drejtën. Mënyrën që shina qenë me njëri tjetër për shkak se unë s'jam qenë me persona tjerë. E di çfarë nuk din këta, Ledion? Këta nuk din si të shohun brenda shtëpisë pa dashur ta paraqitoj. Aq më tepër të komplimentoj veten se Malin okay. Këta nuk din sa bukur është në Big Brother të kesh kurajon, t'i qasesh dikujt sinqerisht, ta marrësh sinqerisht dhe t'i jepësh sinqerisht. Bukur. E bukur. Më duhet të shtoj, Stenaldo, që kjo nuk është një fatkeqësi e njerëzve vetëm brenda Big Brotherit, po është diçka që e gjejmë edhe në jetën jashtë atyre mureve. Unë jam shumë e fat Ledion që e kum gjetë një dos këtu, po jo vetëm këtu edhe jashtë, edhe e di që kam e posë për jetë. Më pëlqen shumë, edhe unë uroj të keni një miqësi që zgjatë edhe një miqësi që është po aq e bukur edhe gjithmonë të kujtoheni që fillesat i ka patur pikërisht brenda Big Brother. Ndërkohë Prime-in tjetër unë dhe ky luft. Po, patjetër. Përpara se të bëni luftë sidoqoftë, dua që të gjithë të shkoni tek dhoma e gjumit me përjashtim të Stenaldos.